Kryeministri Edi Rama ka reaguar me tone të forta ndaj procesit që po zhvillohet sot në gjykatën kushtetuese, duke e konsideruar atë si një përpjekje për të ndërhyrë në politikën shtetërore të pagave. Në një postim në rrjetin social X, kreu i qeverisë shprehet se seanca nuk po transmetohet drejt për drejt për arsye teknike, çka sipas tij e bën procesin edhe më problematik në aspektin e transparencës. Rama akuzon dy shoqata gjyqtarësh se kanë imponuar këtë gjykim me synimin për të siguruar rritje automatike të pagave përmes vendimeve gjyqësore, duke thyer piramidën shtetërore të pagave. Sot, gjykata kushtetuese po zhvillon fatkeqësisht pa transmetim direkt për shkaqe teknike farzën më të shëmtuar të imagjinueshme, e cila i është imponuar nga dy shoqata gjyqtarësh, të cilët duhet të rrisin rrogat e tyre me gjyq, duke thyer piramidën shtetërore të pagave, ndërkohë që janë kategoria më e lartë paguar në Shqipëri, si rezultati i mbështetjes që kjo shumicë qeverisëse i dha për hir të reformës në drejtësi pushtetit gjyqësor. Kryeministri paralajmëron se një vendim në këtë drejtim do ta kthente Shqipërinë në një rast unik, ku gjyqtarët do të përfitonin paga më të larta se çdo kategori tjetër, duke marrë në mënyrë të tërthort kompetencat kushtetuese të qeverisë dhe parlamentit për përcaktimin e politikës së pagave. Tani këta duajnë që në përjetësi t'u jepet e drejta të arrisin vetë rrogën sa herë rritet pagat e tjera, pra Shqipëria të jetë përgjithmonë i vetmi vend në botë ku gjykatës i paguhet më shumë se çdo kusht tjetër, duke marrë kompetenca kushtetuese të qeverisë e të parlamentit për politikën e pagave. Ky është një skandal logjik, moral, ligjor dhe kushtetues. Në reagimin e tij, Rama shpreh gjithashtu vlerësimin për SPAK, i cili nuk ju bashkua kësaj nisme, duke e cilësuar këtë qëndrim si një akt pa përgjegjëshmërie dhe respektin ndaj pavarësisë së pushtetit gjyqësor.